Nderuar Zoti Berisha, nderuar kryetar partive aleate, deputet, dashur protestues, qytetar, bashkombas, ju përshëndes dhe dua t'ju them se sot nuk jemi mbledhur për spektakël politik, as për të ngopur ndërvedi me fjalime mbreslënse. Nuk jemi mbledhur as për të numëruar nga dronët e mediave vampire të Edi Ramës, cilat i kemi pas sipër kokës dhe i kemi sipër kokës, dhe cilat i kanë shpallur luftë hapur opozitës dhe zvërtetës. Nuk jemi mbledhur sot as për të parë me urrejtje nga perdet e dritarëve të frikës pushtetit dhe as për të shpërndar urrejtje për krimbat e krimbur në pasuri dhe para pushtetit. Dashur miq, ne jemi këtu sepse ne vlerësojmë jetën, ne jemi këtu se na ka thirrur dashuria e familjes, ne jemi këtu se na ka thirrur adhurimi për Zotin dhe kombin, ne jemi këtu se na ka thirrur dinjiteti ynë, ne jemi këtu se na ka thirrur rezistenca, shpirti dhe zemra opozitare, ndërgjegja qytetare, etja për të vërtetën. Ne jemi thirrur këtu nga guximi dhe detyra jonë për të luftuar deri në fund për të arritur qëllimin ton. Ne jemi këtu sepse Shqipëria jonë nuk e duron më faktin të drejtohet nga një njeri i cili e ka kthyer shtetin në pronë private dhe pronë të bandave të krimit të organizuar, që e ka kthyer qeverinë në klub të mbyllur qefi dhe aengu, dhe që tallet çdo ditë me fatet e shqiptarëve. Dashur protestues, kjo ndërtesa që kemi në krah nuk është kryeministria e shtetit. Jo, kjo është kuplaraja e pushtetit. Dhe pas atyre blindave që duhet i shembim me çdo kusht, nuk është pushteti. Aty është mbërthyer frika e pushtetit. Dhe ne duhet ta shembim këtë pushtet. Dhe aty nuk është vendi i qeverisë, jo është vendi i ajnisë, i qenerisë, që kafshon pasuritë dhe paratë e shqiptarëve, dhe shëmbja e tyre është detyrë para historisë, është detyrë para vendit, është detyrë para gjithë qytetarëve dhe para të gjithë shqiptarëve. Prandaj jemi sot këtu me një numër kaq të madh protestuesish për të shprehur këtë revolt dhe këtë zemërim. Dhe ta dini mirë, dashur qytetar, që këtu në Shqipëri aferat janë marramense, që këtu vjedhja ka emër dhe ka shifra, dhe fillojnë me inceneratorët 430 milion, vazhdojnë me laboratorët, me koncesionet 500 milion, dhe marrin rrugën e rrugëve, rrugën e tuneleve, të unazave, të aeroporteve, të paras, pisët, dhe këtu vërtiten miliarda, dhe po ka emër, fillon me Beqajn, me Bllakon, vazhdon me Veliajn dhe Benetin, dhe rrokulliset me Ballukun, Agasin dhe Tërmetin. Dhe nuk mbaron as me Akshin dhe as me Smart Cityn. Por ama, në gjithë këte përmbledhje, ka një emër që i bashkon në unitetin parti-shtet, është ai, klouni ynë modern i shtetit ton arkaik, është ai hajduti i 14 miliard eurove, është Edi Rama, i cili pak për neglizhencën ton politike, pak për humorin me cilën merren batutat e tij që në fakt shpërndajnë vetëm urrejtje, pak nga verbëria me dashje ndërkombëtarëve, më shumti nga krimi organizuar dhe nga grabitja e zgjedhjeve, e ktheu ditë pas dite Republikën e Shqipërisë në Republikën e korrupsionit. Dhe çdo ditë i zhvati, i zhveshi pasuri,
toka, det, njerëz, familje, kësaj republike, dhe ky njeri i ka elmuar jetën, i ka elmuar tokën, i ka elmuar fatin njerëzve më vital të planetit, dhe në fund kërkon që ata ose të rrinë eshtje, ose të largohen nga ky vend. Ka 13 vite që i ka marrë peng, ka marrë peng rinin e këtij vendi, cilën e detyron që të mallkoj ditën që ka lindur në Shqipëri dhe të largohet nga sytë këmbët. Ka marrë peng fermerët, të cilët me sytë nga qelli mallkojnë punën dhe produktin e tyre. Ka marrë peng bizneset, ka marrë peng pensionistët, ka marrë peng mjekët arsimtarët, ka marrë peng qytetarët dhe ta dini mirë, dashur miq, kur përmendet emri i këtij njeriu, edhe alfabeti ynë i shenjtë bëhet pis me këtë emër, sepse ky njeri vazhdon ndërton kate fasadash, kate luksi dhe pasuri, ndërsa shqiptarët ndërtojnë kate borxhi, kate mjerimi dhe kate varfëri. Sepse ky njeri dhe eskorta e tij, ndërsa numërojnë milionat dhe qindrat e apartamenteve dhe të pasurisë, shqiptarët e shkretu mbahet fryma tek numërojnë qindarkat e fundit në xhepin e tyre. Ndërsa ky tallet dhe gajaset me fatin e tyre, shqiptarët ofshajnë për fatin e fëmijëve dhe të afërmeve tyre që janë larguar. Por ky është Edi Rama, ky është armiku i shqiptarëve. Megjithatë, dashur protestues, këtu në këtë shesh ka një dilemë shumë të madhe, dilemë që ju e keni brenda, dilemë që e kanë shqiptarët. A ka një alternativë? A ka një shpresë që është ngritur si një besim i ri? Dhe përgjigja e Sali Berishës, përgjigja ime, përgjigja Partisë Demokratike është po, ka një shpresë, një alternativë, sepse ne duam një Shqipëri ku pushteti e ka frikë qytetarin dhe jo qytetari pushtetin. Ne duam një Shqipëri ku qeveria shërben dhe jo sundon. Ne duam një Shqipëri ku politika krijon të mira dhe jo rrëmben të mira. Ne duam një Shqipëri pa krim, pa korrupsion. Ne duam së bashku një Shqipëri të drejtë. Dhe këtu ka dhe një pyetje tjetër. Pse jemi këtu të gjithë ne? Pse kaq shumë në numër? Pse kaq shumë na ndjekin të gjithë shqiptarët kudo ku janë? Dhe unë e di përgjigjen tuaj. Po, këtu jemi për të fituar dhe unë jam i bindur. Por, dashur miq, mos kemi iluzione. Fitoria jon nuk vjen as nga qielli, as nga Zoti, i cilit i ulemi në gjunjë dhe falenderojmë për madhështinë dhe dashurinë njerëzore. Fitoria jon nuk vjen as vetëm nga ndërkombëtarët, miqtë tanë ndërkombëtar, europian apo amerikan, cilët i falenderojmë për mbështetjen dhe për krajen. Fitoria jon nuk vjen as nga drejtësia hibride, cilës ne i kërkojmë të hapë syt para padrejtësisë dhe të mbyll veshët para presionit dhe kapjes politike që i ka bërë Ramës. Fitoria jon, dashur miq, vjen nga rezistenca jon, vjen nga këmbgulja jon, nga qëndrimi ynë këtu në shesh, nga lufta jon dhe qëllimi i kësaj lufte për ta çuar atë deri në fund. Historia ndryshohet jo nga njerëzit që presin.